Sot pak ditë para zgjedhjeve. Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën, kënaqësime që në pjesë e studios tuaj për me diskutu rreth situatës politike në vend, po mbi gjitha për rrugën përpara që kemi. Lëvizja vetëvendosje që nga dita e parë ka në këtë qeverisje e ka procedu tutje në Kuvendin e Republikës Kosovës pakon e inflacionit, pakon 2.0, e cila ka qenë një premtim që nga dhjetori i vitit kalum rreth një prej vendimeve të para që duhet të mirët në Kuvendin e Republikës. Fatkeqësisht ne patëm një opozit e cila jo vetëm që nuk donte të gjente një zgjidhje, po bllokonte interesat e qytetarëve. Në këtë rast bllokonte pakon e inflacionit, e cila ishte 200 milion në vlerë. Si rezultat i blokadës që kishim në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku nuk mritëm të kemi dakordimin e partive opozitare rreth pakos për inflacion 2.0 në vlerë 200 milion euro, normalisht që qeveria në detyrë duhet gjej forma për me e luftu inflacionin dhe situatën në cilën ne kemi. Kështu që si rezultati i saj, këto shtesa janë pjesë e rrugtimit tonë të vazhdueshëm. Nuk janë shtesa të cilat po jepën për herë të parë, po besoj që çdo qytetar i Republikës Kosovës, i cili ka përcjell punën e mirë që ka bërë kjo qeveri, e ka parë që ne si lëvizje vetëvendosje që nga dita e parë interesin qytetare kemi pas përpara. Nuk ka asnjë qeveri në Republikën e Kosovës e cila realisht ka investuar mbrapa te qytetari më shumë se lëvizja vetëvendosje. Ne si socialdemokratë që jemi, normalisht që dojmë edhe vazhdimisht punojmë që të kujdesemi për të gjitha shtesat. Kështu që ky vendim i sotshëm i qeverisë së Republikës Kosovës vjen në funksion të asaj për cilin kemi premtuar edhe e kemi, si më thonë, realizuar çdo vit. Unë uroj e shpresoj, ky vendim zënërbashi sepse pyetja që bëhet tash është apo përdoret paraja publike dhe shteti për me fitu votën me 7 qershor. Unë uroj e shpresoj që ne të vazhdojmë të rrisim këto shtesa, sepse këto janë themelet e para të disa skemave sociale të cilat ndër vite i kanë ndihmuar qytetarin e Republikës Kosovës. Pyetja ndoshta që duhet ne realisht ta shtrojmë është pse këto partitë opozitare që sundun në këtë vend për mbi 20 vite nuk mendon dot për shtesat për lehona, për fëmijët. Është e rëndësishme me kuptu që mbi 400 fëmijë sot përfitojnë nga shtesat për fëmijë, për shembull. Është e rëndësishme me kuptu që nanat lehona kanë qenë totalisht pa përkrahje. Ka ardhur kjo qeveri e cila sot e mendon shumë më mirë rrugtimin e profesionistit në sektorin publik e në sektorin privat. Ju e dini që ne një nga premtimet që kemi pas ka qenë paga 13, e cila tashmë është distribuar te gjithë punëtorët e sektorit publik. Normalisht që sektori privat ka mbetur anash për pagës 13, prandaj kjo pako e inflacionit ka qenë po ashtu e dizajnuar që të ndihmoj sektorin privat. Shtesat për fëmijë, shtesat për studentët janë disa prej kategorive të cilat normalisht që duhet ndihmohet çdo herë që kemi mundësi. Po çka është shumë e rëndësishme vetëm ta theksojmë është se ne kur kemi marrë si më thon pushtetin në vitin 2021, buxheti i Republikës ka qenë 7 miliard, ndërsa tani që po flasim është rreth 12 miliard. Kështu ka të bëjë me një rritje ekonomike e cila normalisht që reflekton edhe në shtyllat e sociales për me i dalë ballë qytetarëve të Republikës, cilë me të vërtetë e meritojnë çdo investim që bëhet në çdo sektor. Faleminderit shumë për këtë fillim. Mirë se erdhe zonja Vitysi. Mirë se gjitha kërkoj falje për vonesën për shkak se isha në terren nga Suarika dhe e kuptojmë këtë kohë të para fushatës zgjedhore. Po vazhdoj me ju, zotëri Bujaxhi, si e keni pa këtë vendim sot të qeverisë për ndarjen e këtyre 100 eurove për disa kategori? Fillimisht falenderoj për ftesën e tim. Unë dua me fillu me një shprehje japone kineze e cila thotë se po deshet të ndihmosh një njerëj, mos i fal peshkun, po ndihmoje apo mësoje të peshkoj. Unë mendoj se ndarja e këtyre 100 eurove normalisht është e mirë për secilin qytetar. Normalisht që qytetarët e Kosovës në aq krizë sa janë edhe 100 euro mund të mjaftojnë, por kjo ndihmë realisht është një ndihmë e cila është bërë kryekput për qëllime politike. Dhe nuk e di nëse dikush mund ta mojë një gjë të tillë. Që në fillim të emisionit ju shumë saktë thatë se pse bashkë tani është bërë kjo ndarje për 100 euro për secilin qytetar, për secilin student plakë të ri të Kosovës. Normalisht që qeveria aktuale nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka asnjë alternativë tjetër se si të fitoj vota, për arsye sepse realisht deri tani ka prodhuar vetëm kriza dhe nuk po zgjedh formë që të gjej rrugë që këto dështimet të cilat i ka bërë në këto 6 vitet e fundit të mbuloj në forma të ndryshme. Andaj një
ndemes e tillë, një qenerësh e tillë për qytetarët, unë mendoj se nuk i bën hajër qytetarëve, për arsye se kjo është edhe një fyrje e integritetit të secilit student, secilit pensionist, qeveritë normale, qeveritë stabile, duhet punojnë që të krijojnë punësime stabile, që të krijojnë të ardhra të përhershme për qytetarët e vendit, e jo qytetarët e Kosovës presin se kur qeveria po ndan nga 100 euro. Prandaj veprimet të tilla qeveria aktuale ka bërë disa herë dhe normalisht pretendojmë apo shpresojmë që këto veprime të tilla të ndalohen, sepse edhe me Kodin Penal të Republikës Kosovës një gjë e tillë është ndaluar. Ku thuhet se çdo lloj aktiviteti apo çdo lloj kishpërdorimi i paras publike i cili lidhet me fushatat elektorale, me mundësinë e përfitimit të votave është ndaluar. Prandaj ju bëjmë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mendojnë mirë në momentin kur i marrin ato para, sepse kjo para thjesht është një mashtrim dhe nuk është asgjë tjetër. Faleminderit, në Zotri Xhani, Zotri Bojazi tha që këto 100 euro në këtë kohë krize ndoshta edhe mund të mirëpriten. Duke ditur edhe inflacionin e madh, ndoshta janë të nevojshme, por mënyra se si u ndan dhe vendimi që u mor në këtë kohë, çka do të thotë për lidhjen demokratike të Kosovës? U përmend që partia mbështet kujdeset për qytetarët, por fatkeqësisht që po kujdeset aty për aty kur po ka zgjedhje dhe jo duke u bazuar në ligj dhe me qartësu se qysh merren shtesat, kur jepen shtesat. Pra, po i mban qytetarët pezull kryesisht para zgjedhjeve dhe ato po i ndan para zgjedhjeve. Për LDK-n kjo është absolutisht keqpërdorim elektoral, keqpërdorim i fondeve publike, jo pse ndarja tyre, por mënyra se qysh është nda. Nuk mundesh me nda ti buxhet vetëm pak ditë para zgjedhjeve, madje mundësisht me qëllu me bë transferin e parë të premten dhe në dilën me votu qytetarët e Kosovës, pra kjo është total e pandershme, jo etike, madje nuk i shkon për shtati as partive të majta, as partive të as një lloj partie, për shkak që e gjithë kjo nuk ka të bëj për të ndihmuar qytetarët, po për të ndihmuar veten, për të forcuar dhe për të marrë më shumë vota. Pra, këtu është qëllimi dhe këtu e kemi dilemen edhe kemi atë mos pajtueshmërinë pse duhet në një moment të tillë të ndahen këto mbështetje. Është vërtet se qytetarët kanë nevojë për mbështetje. Qytetarët kanë nevojë për dorën e shtetit. Nuk sidomos në kohë krizash kur qytetarët e kanë vështirë për të kaluar muajin dhe leje ma faturat e rrymës, ujit dhe gjithë ky shtrejtim nuk do të thotë që nuk jemi në një moment që ka nevojë për ndihmë qytetarët. Por ndihma pikërisht vetëm me kalkulim elektoral, kjo është e padrejtë, e pasinqertë dhe keqpërdorim total i buxhetit të vendit. Që sa kohë janë pushtet, nuk kanë mund me bë këtë çështje me ligj. Pse nuk caktohet ligji, me thonë, kjo është vlera, kjo është periudha kur ndahet pjesa buxhetore dhe për mënyrën se çysh ndihmohen qytetarët. Prandaj ne si LDK nuk se kemi plan me i ndal shtesat në momentin që vim pushtet, por do të standardizohen dhe do të kenë qartësi me ligj.